Horoskopi ditor e Mërkur 29 tetor 2025. Dashi, ambienti planetar do jetë mjaft i ngrohtë gjatë kësaj dite. Do merreni vesh më së miri me partnerin dhe gjithçka do shkojë për mrekulli. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të refuzojnë ftesat që do ju bëhen, sepse kanë për të humbur mundësi shumë të mira. Në planin financiar nuk ka për të ndodhur asgjë e keqe, sepse do dini si të menaxhoni të ardhurat. Demi, do jepni më shumë prioritet se kurrë jetës suaj në çift gjatë kësaj dite, dhe marrëdhënia me partnerin do fillojë të përmirësohet. Komunikimi do mbizotërohet gjatë gjithë kohës. Beqarët nuk duhet të krijojnë shumë iluzione në jetën e tyre sentimentale, sepse do zhgënjehen tej mase. Financat do jenë të shkëlqyera. Kjo fal një ndihme të madhe të disa familjarëve. Binjakët, planetët do e mbrojnë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do ju afrojnë më shumë me njëri tjetrin. Beqarët do gjenden që në orët e para të mëngjesit përpara disa zgjedhjeve të vështira. Mendoni mirë para se të vendosni. Financat do jenë në një gjendje më të qëndrueshme dhe mund t'ia lejoni vetes ndonjë shpenzim më tepër. Gaforja, ditë harmonike dhe e mbushur me emocione të forta, kjo e sotme për të dashuruarit. Do jeni të matur me xhelozinë dhe nuk priten mosmarrveshje. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të tregohen impulsiv, sepse do bëjnë gabime që do ju ndikojnë tek e ardhmja. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe edhe sikur gjendja e të ardhurave të jetë e mirë. Luani, ambienti yjor do ju mundësojë të afroheni edhe më tepër me partnerin tuaj dhe të flisni për gjithçka me të. Atmosfera do ngrihet nga momenti në moment. Beqarët nuk duhet t'ju bien me shkel mundësive që do ju jepen, sepse më vonë ato dhe mund të mungojnë. Financat do jenë goxha delikate, prandaj gabimi më i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjtë. Vëgjëresha, do keni fat me shumicë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Ambienti do fillojë të ngrohet tej mase dhe do ndjeni përmrekulli në krahët e atij që dashuroni. Beqarët do pëlqejnë personat me të cilët i lidhin interesat të përbashkëta. Pamja nuk ka shumë rëndësi. Financat duhet të keni më në vëmendje se kurrë. Po arritet sot të ruani ekuilibrin, do e keni më të lehtë ta përmirësoni situatën. Peshorja, raporti juaj me atë që keni në krah do lërë shumë për të dëshiruar gjatë kësaj dite. Nuk do merreni vesh dhe secili do kërkojë të jetë shefi. Beqarët do i harrojnë ato që kanë kaluar dhe do mendojnë të joshin persona të tjerë. Në planin financiar do keni vështirësi ta stabilizoni gjendjen, por me pak durim dhe përpjekje edhe mund t'ia dilni. Akrepi, nëse jeni në një lidhje, asgjë nuk do shkojë sipas parashikimeve. Të dy do jeni të cekët në mendime dhe do debatoni për gjëra të kota. Merrni kohën e duhur për të qëndruar pak vetëm dhe për të reflektuar. Beqarët do realizojnë një takim i cili do ju pëlqejë në çdo pikë. Në planin financiar do jeni luftarak dhe të vendosur, ta përmirësoni sa më shpejt gjendjen e të ardhurave. Shigjetari, mëngjesi do jetë delikat për të dashuruarit, por me kalimin e orëve do i kuptoni gabimet e bëra dhe do mundoheni ta përmirësoni situatën. Beqarët do tregohen të disponueshëm për të pasur njohje të reja. E gjithë jeta do ndryshojë një herë mirë për ta. Në planin financiar do keni shumë fat. Gjendja do jetë shumë e mirë nga sa ju e keni pritur. Britsjapi, duhet të bëni më shumë lëshime në jetën tuaj në çift sot në mënyrë që lidhja me partnerin të ecë në rrugën e duhur. Po kërkuat të vendosni vetë për çdo gjë, do keni probleme dhe debate. Beqarët ka rrezik të pranojnë të dalin me personat e gabuar, të cilët shumë shpejt do ju bëjnë të vuajnë. Në planin financiar, me pak optimizëm dhe durim, mund të dilni të mos keni probleme. Ujori,
Do i qëndroni shumë besnik partnerit tuaj sot dhe pse tundimi do jetë i madh. Partneri do ndihet mjaft krenar që ju ka në krah dhe do mendojë t'ju bëjë një propozim impresionues. Beqarët me humor të mirë do i pranojnë të gjitha ftesat që do ju bëhen. Shpenzoni me kursim që të mos keni vështirësi. Peshqit. Nuk di kushtoni rëndësinë e duhur partnerit tuaj, dhe duke lënë pas dore ka rrezik të filloni dal ngadalë ta humni. Beqarët do jenë gati të bëjnë çdo lloj sakrifice për të arritur atë që dëshirojnë. Personi i ëndrave më në fund do bëhet pjesë e jetës së tyre. Në planin financiar, gjendja do jetë delikate dhe priten goxha vështirësi. Nuk do mateni fare kur të shpenzoni.